I mbetur në udhëkryqjen e opinionit, njeriu nganjëherë nuk di nga të marrë drejtim, sidomos në Shqipërinë tonë, ku Islami u luftua që nga koha e pushtimit austro-hungarez, pastaj në kohën e mbretit Zog, duke vijuar më keq akoma në periudhën e komunizmit. Ndikimi i begatë që sjell feja në ndërtimin e njeriut, në ngritjen e vlerave intelektuale, nuk mund të arrijë asnjë sistem tjetër demokratik e as totalitare. Historia është një mësim të jetë i mençur që na tregon haptas se feja dhe besimi përbëjnë një domosdoshmëri jetike me të cilën njeriu ngrihet dhe lartësohet, ndërsa shoqëria ruhet, edukohet dhe zhvillohet.